po pyesja anën. Ç'është ky motivim që të 4 fëmijët e Ernestos, që është ai që nxiti dhe krijoi këtë biznes, janë kaq të përkushtuar dhe vazhdojnë sot e kësaj dite të mbështesin maksimalisht kompaninë në gjithë departamentet drejtuese të saj. Pra, 3 djemt dhe 1 vajzë që ka Ernesto, të 4 janë të involvuar brenda kompanisë. Dhe se si e ka injektu Ernesto të këtë gjë, dhe përgjigje që shumë tjerë. Kur filloi biznesin pati, kur nuk na shqetësonte ne. Por shqetësimin e bonte në mënyrë indirekte. Ne ishim për në shkollë dhe ai dikte në korridor që në 6 mëngjesit dhe fliste me zë të lartë me punojësit. Me përgjesin, me atë që menaxhonte fermën, me tjetrin dhe ne zgjoheshim gjithë. Dhe ky zim na bëri që ne t'i bashkohemi kësaj iniciative dhe sot jemi këtu ku jemi, ku të gjithë janë të angazhuar, kanë mbaruar fakultetet në Angli, në Milano, në Amerikë, dhe të gjithë janë kthyer dhe sot janë në Kalabri, atje ku menaxhojnë në mënyrë të suksesshme këtë kompani. Kjo është simbolika e parë, pra si duhet ne të motivojmë fëmijët tanë, pasardhësit tanë. Dhe simbolika e dytë është, unë do doja të jepja një sinjal inkurajues. Ju siguroj që asnjë biznes nuk siguron fitimet në njëhershme. Asnjë biznes në tjerës dhe i pastër nuk i siguron dhe nuk i mundëson të fitime. Por këmbgulja dhe vullneti mos me heq dorë kur nga iniciativa jote, kur ajo është e bashkuar me pasion dhe me zemër, me emocion, që po unë do ta bëj këtë. Unë po ju them vetëm një gjë, kur unë kam marrë fabrikën e Zepes, ka qenë një katastrofë pa imagjinueshme sepse unë nuk e njihja fare se çfarë është industria e përpunimit të çukshit. Nuk e kisha fare ide. Dhe shumica prej jush e di, dikush e mori për sipër për ta bërë, dhe ai që e mori për sipër për ta bërë, jo vetëm që nuk e bëri, por e çoi kompaninë edhe me mijëra dhe miliona në humbje për 2 vjet. Kur unë e mora dhe e pak se çfarë është kjo gjëja, dhe unë i kam bërë vetëm një gjë, mbledhja e parë që kam bërë me stafin tim të fabrika ka qenë e tillë. Ju në prodhime që do të bëni nuk keni vetëm obligimin ligjit. Sepse kur prodhon produkte ushqimore, obligimi më i madh është ndaj krijuesit. Obligimi më i madh është ndaj Zotit, sepse ti po krijon dhe po prodhon ushqim që ka një ndikim të drejtë për drejtë të shëndetësit njerëzve. Dhe në qoftë se ne jemi përgjegjës për këtë që bëjmë, unë ju siguroj që edhe Zoti, edhe mundi edhe djersa dalin një sukses. Dhe fabrika, pas 2 vjet që unë e mora administrimin, arriti të shlyej vetë ditë dhe të realizoj fitimet që unë sot jam shumë i kënaqur me rezultatet e fabrikës. Por situata dhe stresi atyre 4 vite të para ka qenë pa imagjinueshëm. Në një anë duhet lëvizu kredia, nga ana tjetër duhet lëvizu furnizorët, nga ana tjetër duhet lëvizu edhe detyrimet dhe pagat e punëtorëve që nuk bën vati të kalojë një ditë nga afati që ka në kontratë. Kështu që inkurajimi është shumë i thjeshtë. Mos të mendojmë që ne do bëjmë një biznes dhe ky biznes do na sjellë fitimet në muajt e parë. Jo. Në qoftë se ne shtrojmë siç duhet rrugët dhe bëjmë planin e biznesit siç duhet, unë ju siguroj që të gjithë fitojnë. Mos harroni të bashkangjitni emocionin dhe zemrën, pasionin për atë që bëni. Ana paraqiti 3 projekte biznesi që janë fantastike. Unë kam bërë bisedën edhe me anën, edhe me kryetarin e bashkisë, pra ne duhet përshtatim atë çfarë ne dita e ka më të mundshme. Dikush dëgjova që tha, "Okej, shumë mirë me 10, po si do i mbaj këto 10?" Ka një analizë shumë tjetër. Është jashtëmos e tjetër. Ulemi dhe bëjmë planin e biznesit. Në moment që plani i biznesit i ka elementet e sigurisë brenda, atëherë secili prej nesh duhet të angazhohet me projektet e veta. Në qoftë se nuk del me 200, del me 2000, në qoftë se nuk bën 2000, do bën 1500, pra ka një kalkulim që secili prej jush e bën sipas karakteristikës së zonës ku është dhe sjell produktin e duhur. 6300 hektar tokë pa punuar në Mjërdit janë shifra alarmante. Ne kemi Ermanin atje që unë realisht e shoh dhe mund të them që Ermanin e kujtoj çdo javë. Pse?
sepse po t'ishte rruga e bërë deri në Përlat, unë mund vija pak një herë në mujt të konsumoja një tërek të Kërmani, mund vite Frani një herë në mujt të konsumoj një tërek të Frani, mund vite agroturizmet e tjera që janë, por ne duhet ratë të parë edhe ta mbështesim njëri tjetrin, edhe ta shohim si duhet njëri tjetrin, por edhe të kontribuojmë për njëri tjetrin. Pra edhe Frani, edhe Ermani, edhe gjithë agroturizmi, edhe Gerta, të gjithë duhet të punojnë në mënyrë që përfitoje zona dhe produktës të dalë ashtu si që ana e ta. Dhe jo gabimisht, jo pa dashje ta ana arbër. Ana e ka kuptuar që Mirdita quhet arbër. Dhe ne jemi arbër. Që Mirdita është origjina arbër, do me shaka po historia edhe që kënë forma që e ka vllajin kurson dhe të doja ta përshëndesja shumë sepse është ndër kalabrezët në një dignitet që përfaqëson dhe ambasadën italiane në Shqipëri, Damian. Dhe ndërkohë po flisja dhe me Erneston, kryetarin e bashkisë më të madhe të Arbëreshit dhe kryetari i konferencës komunave Arbëreshe, dhe po i thoja që Arbëresh origjinën e ka nga Mirdita. Pas Skënderbeu, pjesa e Mirditës dhe Veriu, në përgjithësi pjesa e Kryqit, u spostu sa në jug, sa në Kalabri dhe në zonën e pjesës e Italisë jugut. Kështu që, kur shikoja që ta jetonin, pothuajse në të njëjtën pozitë gjeografike që është Mirdita. Pra e kishin dedin aty dhe nuk e preferonin njëri tjetrin. Pra jetonin në kodra, jetonin ato gjërat që siguria ishte e para, pra sepse siguria do të mbrojë integritetin dhe familjen. Dhe këto e kishin parësore. Kështu që unë jam i bitur që origjina e telle e Arbëreshve, shumica prej tyre janë Mirditas. Kështu që të bëjmë një iniciativë ku të ketë zemër brenda, por të ketë edhe të gjithë analizat e tjera që ta bëjmë sa më sukses në këtë iniciativë. Unë ju falenderoj shumë dhe sigurisht e falenderoj Betin shumë i cili nuk ka hedhur dorë në asnjë moment për të krijuar ide, provimi dhe progresi dhe prosperiteti për Mirditën. Përshëndetje, duhet falenderu kompaninë italiane, zonjana Matteo per l'iniziativa moderna, unë i quaj rikthim në rronjë, rikthim në rrinjë. Io ringrazio il Signore per aver centrato, ringrazio il Signore per aver sottolineato le criticità del territorio che ci sono comunque qui anche in Albania. Falenderoj Zotrin që përmblodhi vështirësitë që ka terreni për të zhvilluar. Perché da imprenditori dobbiamo essere sempre concreti. Nga qenërit supermarket do të jemi gjithmonë konkret. Ma anche noi abbiamo avuto gli stessi problemi. Po edhe ne kemi pas një dhe probleme. E ce li abbiamo ancora. Edhe I kemi ende. Le nostre strade sono le peggiori d'Europa. Rrugët tona janë më të këqija të Europës. Vi invito a fare un giro con il vostro sindaco, a venire a trovarci. Ju ftoj të vini bashkë me kryetarin të na vizitoni. Voi avete delle autostrade. Ju keni autostrada. Noi abbiamo dei colabrodo. Ne kemi ca rrugë të Da cui lodha. passano tir tutti i giorni. Nga ku kalojnë kamiona gjatë ditës. Le infrastrutture sono un problema per tutto il sud Europa. Infrastruktura është një problem për gjithë jugun e Europës. La burocrazia, Burokracia gjithashtu. e noi ne abbiamo molta più della vostra. Edhe ne kemi më shumë se burokracia juaj këtu. Perché a quella italiana si è aggiunta quella europea. Sepse burokracisë italiane I është shtuar edhe burokracia europiane. I finanziamenti ce ne sono, certo. Financimet sigurisht janë. E sicuramente anche voi qui in Albania ne avete e ho notato che dalla disponibilità dei vostri governi, dei vostri ministeri, ce ne saranno ancora altri. Dhe shoh që ka skema që mbështesin Shqipërinë dhe duke parë vullnetin e pushtetarëve ka akoma edhe më shumë për të ardhmen. Ma sapete qual è la differenza? Po e dini cila është diferenca? Che dovete fare qui a Mirdita come noi abbiamo fatto in Calabria? Që do ta bëni këtë në Mirdit siç e bëm në Kalabri. Avere il coraggio di restare. Pra, keni guximin për të qëndruar. Noi abbiamo pubblicato un libro per celebrare i nostri 40 anni, Ne kemi publikuar një libër për të festuar 40 vitet e komunismit. che si chiama proprio Il coraggio della restanza, Pra, që quhet kurajo për të qëndruar.
che racconta tutti i problemi che i miei genitori hanno avuto in 40 anni per costruire l'azienda. Dhe tregon gjithë problematika që prindërit e mi kanë hasur gjatë 20 viteve për ta ndërtuar këtë kompani. Dalla politica alla burocrazia, alle infrastrutture, alle banche. Nga politika, burokrazia, infrastruktura, bankat, Non è stato tutte rose e fiori come si vede oggi. nuk ka qenë e gjitha lule, gjithë rruga lule. È stato sacrificio, lacrime e sangue. Ka qenë sakrificë, gjakë dhe dhimbje. Però hanno resistito Po kanë rezistuar e hanno creduto in un progetto un po' più grande, dhe kanë besuar në një projekt më të madh. che era quello di valorizzare le loro eccellenze e il loro territorio. Për të vlerësuar mjeshtëritë e tyre dhe territorin e tyre. E questo fa Këtë diferencën. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij takimi, ashtu sikurse ju thash, le ta shpërndajmë këto informacione të gjithkush që mendon se mund të ketë iniciativë të tillë dhe në çdo ditë të përditshmërisë tuaj që vini në shenjë, e keni kriju ideen, halin në bashki, takohemi, diskutojmë, i shënojmë, bëjmë regjistër, i regjistrojmë gjithë ata që duhet merren me terat, regjistrojmë gjithë ata që duhet merren me pjesën e vive, me punimet bujqësore, me agrumet e tjerë më radhë. Ulemi, bëjmë diçka konkrete të grupume, në qoftë se bëjmë të grupume, atëherë kemi mundësi me kërku edhe për secilin subvencione të bazë të prodhimit që bëjmë. Mirë, shumë faleminderit, respekte dhe